Problemi është edhe tek roja që nuk e ruan vreshtin, edhe te Hajduti që shkon ta vjedh vreshtin. Qofse unë shoh që një oligark ka shkuar me thes nga mbrapa për të grabitur pasurinë e përbashkët dhe ka korruptuar rojen që është shteti, unë kam detyrimin ta them të vërtetën e plot. Jo siç bëjnë partitë e tjera. Ke vënë partitë e tjera përveç lëvizjes bashkë, thonë vetëm një gjë, fajin gjitha fajet e ka Edi Rama. Unë them, gjysmat e fajeve ka Edi Rama, gjysmat e fajeve kanë partnerët e tij në oligarkinë ekonomike. Pse partitë e tjera nuk guxojnë që kundërvijnë oligarkisë? Unë kam një shpjegim. Duan të bëhen partnerë të oligarkisë. Duan të përfitojnë, në mos përfitojnë që sot nga oligarkia ekonomike. Dhe për të bërë diçka të tillë, nuk i shërben interesit publik dhe nuk thonë të vërtetën. E kishin pak më parë tek pastrimi i parave. Ka raporte ndërkombëtare, ka investigime gazetareske shumë serioze që na thonë në Shqipëri sektori i ndërtimit pastron paratë e krimit organizuar. Po si ka mundësi atëherë që ne dalim nga zona gri e standardën poshtë. Jo, për çështën e pastrimit të parave. Se tani dalim pastaj te teoria që ky Edi Rama pas ka qenë nona i bleka të gjithë Arlind, që unë nuk e besoj. Nuk ka nevojë ti blej të gjithë, ama ajo që te Manival ti e di apo raporti nxjerr shumë mirë. Ajo që duket është fakti që sektori i ndërtimit në Shqipëri pastron një pjesë konzervueshme të parave të drogës. E njihni Nicola Gratteri që është prokurori antimafisë italiane? Keni disa video ti në YouTube që flet për krimin organizuar dhe fakti që krimi organizuar shqiptar dhe ndërkombëtar pastron parat në Shqipëri në sektorin atje ku edhe në Kosovë një kryeministër i ka parti që i luftojnë të fenomenin. Çmimet e në Kosovë, jo po si e luftojnë, e ke të merr, çmimet në Kosovë janë super transferet të ndërtimeve dhe ja aty ke një kryeministër që nga pikpamja ideologjike, politike dhe sjelljes me ato që ti quhen oligarka, ai sjellet një qasje krejt tjetër, ti e di. Dhe prapë dhe në Kosovë ndërtimet janë në stratosferë. Pra le të themi ka dhe një tendencë përgjithshme që nuk ka lidhje vetëm me në Kosovë, kryetar bashkie besoj është dikush ka një parti tjetër, edhe situata është më komplekse, edhe sigurisht unë nuk kam gjithë informacionet e duhur. Se ka fajin për Parim Rama dhe në të lutem. Jo, nuk e di kush ka fajin. Se ka si për Parim Rama ligjet. Fakti që në Kosovë nuk e kanë dalë ende ta luftojnë siç duhet të fenomen, nuk do të thotë që në Shqipëri s'duhet ta bëjmë. Jo, të mora Kosovën, me që temi është pjesa tjetër jone. Se s'po marrë as Greqinë, as Maqedoninë, po s'po të marrë as Malin si ku çmimet janë stratosferë. Në vitin 2023, statistike fundit, rroga mesatare është rritur 9%. Çmimi mesatar i apartamenteve është rritur 24%. Si ka mundësi?